Dashuria e shkurton rrugën dhe lehtëson fazat e edukatës. Por prej teje kërkohet durim dhe vetëdije që mos të bëhesh kurban i mashtrimeve të shejtanit. Natyrshmëria e njeriut është nxitse dhe dëshiron sa më shpejt të i realizojë planet e saj. Kështu që mos u mashtro se dashuria dhe nevoja e saj për butësi e urtësi janë pengese realizimit të shpejtë të qëllimeve edukatore. Gjithmonë të suksesshëm janë ata të cilët dhurojnë dashuri, për shkak se ajo është garant i prerë për sukses me lejen e Allahut dhe është shkaktar kyç në arritjen e suksesit. Doktor Mejsere Tahir thot: gjuha e dashurisë dhe abetarja e saj i posedojnë 8 mjete edukatore me dashuri. Fjala e dashurisë, shikimi i dashurisë, kafshata e dashurisë, prekja e dashurisë, kujdesi me dashuri, përqafimi i dashurisë, puthja e dashurisë, buzëqeshja e dashurisë. Edukatorët po të i kishin përdorur këto mjete në procesin edukator, do të dilnin breza me sjellje të drejtë e me moral të lartë. Mirë po për fat të keq, shumica njerëzve nuk e vlerësojnë edukatën me dashuri.